tjetër kostoja e dramave dhe sportit. Kjo organizat, ku bëjnë pjesë pothuaj të gjithë transmetuesit publik evropian, ka rënë në një nivel qesharak me këtë letër, duke na propozuar, apo më saktë, duke bërë presion që të shtetëzojmë televizionin publik. IBU madje merr si shembull që duhen ndjekur vendet e rajonit, duke harruar se televizionet publike të rajonit në përgjithësi janë megafon të partive në pushtet. IBU është një organizat evropiane e cila si duket, nuk e ka lexuar raportin e progresit të Komisionit Evropian të vitit të shkuar, i cili thot, citoj, transmetuesi publik, RTK-ja, mbetet i varur nga financimi shtetëror nga buxheti i Kosovës, i cili minon pavarësinë e tij editoriale. Komisioni Evropian pra na thot se financimi i shtetit minon pavarësinë editoriale, ndërsa IBU-ja apo Unioni Transmetuesve Evropian thot se duhet të vazhdoni financimin nga shteti. Këtë letër unë e konsideroj si skandal, pas të cilit diçka fshihet. Në IBU shumica absolute e televizione financohen nga parapagimi, e nëse këtij institucioni ja merr mendja se ne jemi ignorantë dhe i konsiderojmë rekomandimet e tyre si të shenjta, e kanë gabim. Ne presim nga institucionet evropiane të na propozojnë shembujt më të mirë, të cilat i shkojnë përshtat një vendi demokratik të cilin aspirojmë, jo shembuj të tipit ruso-kinez. Personalisht jam për zhvillimin e RTK-s dhe sigurimin e një financimi të qëndrueshëm që do të mundësonte pavarësinë editoriale, që sot nuk e ka. Por edhe jam për transparencën e financave të RTK-s dhe për shfrytëzimin e buxhetit për nevojat e vërteta të publikut e jo për abuzim masiv me paranë e publikut. Faleminderit. Faleminderit zonja Lama, tani zonja Gaxhiri. Përgatitet zonja Tërmkolli pas zonjes Gaxhiri. Përdora radhitjen elektronike, po më vjen keq se mos me mendu preferenca personale. Kushuna. Faleminderit të nderuar kolegë deputet, zoti kryeministër, kabinet qeveritar. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë shumë të shqetësuar me rastin e njoftimit nga mjetet e Republikës së Kosovës për mënyrën e faturimit nga KEC për shpenzimin e energjisë elektrike në kurrizë të konsumatorëve të ndershëm dhe korrekt me pagesat e faturave. Qytetarët e Republikës së Kosovës, përveç se furnizohen me energji jo kualitative, e cila ka kosto shumë të lartë kur nuk është e tillë, këta paguajnë edhe shpenzimet pra faturat e konsumatorëve të cilët këç përdorin dhe vjedhin energjinë elektrike. Kësaj padrejtësie dhe abuzimi me konsumatorët të ndershëm duhet t'i vijë fundi urgjentisht. Zoti ministër Stabileci, që fatkeqësisht sot s'qen këtu, kërkojmë nga ju që më njëherë të merrni masat ligjore dhe sa më shpejt që është e mundur t'i përgjigjeni qytetarëve të Republikës së Kosovës për masat që keni ndërmarrë. Njëkohësisht, kërkojmë nga Komisioni për Ekonomi, Zhvillim, Infrastrukturë, Tregti e Industri që ta ftojë në raport zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike, Komisioni ta njoftoj me gjendën pra kuvendin me gjendën reale dhe të rekomandoj rekomandime konkrete për cilat ky kuvend pastaj do të merr vendim të saktuar. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit zonja Gaxhiri, tani zonja Tërmkolli ka fjalën. Përgatitet Vetoni, pastaj Abdyli, Bekem, edhe pse ke qenë i pari, po të vjen në fund. Faleminderit. Në fakt unë po i kthehem prapë jo temës, po atij nderimi që i bën edhe kryeministri edhe kryetari i parlamentit edhe të gjithë deputetët 17 vjetorit të ndërhyrjes NATO-s. Në këtë 17 vjetor, dhe më thonë në ndërhyrjes NATO-s në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndaj casheve ushtarake policore të Serbisë, e që rezultoi me shlirimin e Kosovës. Është e habitshme se si edhe 17 vjet pas, ne në Kosovë apo në Prishtinë, në veçanti, nuk kemi një memorial, nuk kemi një lapidar. Në shenjë falënderimi për kontributin e pazavendësueshëm të NATO-s për shpëtimin e popullit Kosovës dhe shlirimin e Kosovës nga Serbia. Unë propozoj që sot, nga sot qeveria e Kosovës ta ketë parasysh një gjë të tillë dhe të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm
edhe domosdoshëm që vitin e ardhshëm në shënimin e përvjetorit të ndërhyrjes NATO-s në shlirimin e Kosovës ta kemi një memorial, ta kemi një lapidar, sepse ishte akti ndër më të rëndësishmit në historinë edhe të NATO-s, po sigurisht edhe në realizimin e vullnetit dhe kërkesave të qytetarëve të Kosovës për liri dhe për pavarësi. Zotni kryetar, unë e kryva këtë çështje sa i përket radhitjes, muj me thonë që pesha që diçka sa në rregull, s'pe thëmë në fjallë të ranë, në dalavera, ne po diçka ka këtu. Unë sot kam ardhë e dyta, deputeti dytë që kam hynë salë të kuvendit. Veç Alis Adriu ka qenë para meje në këtë salë. Dhe kam shtyp me njëherë pullën për me kërku fjallën. Këtë tjerë tha që fëllën para meje kanë ardhë mas. Tash, qka po ndodhë këtu, kush po bon, qka po bon, nuk e di, po e di që diçka s'është në rregull. Okej, faleminderit. Për hirë të publikut, për koreksi mundona me e majtë, po në fjallë në derit, kjo ka qenë radhitja. Fjallë në derit. Edhe pse nuk është çështje shumë e thjeshtë, po si do që tjetë, mirë do t'i që kryetarët e grupe parlamentare mu me e për radhitjen edhe e bëjmë në atë fund. Beton, zotri Berisha e ki fjallën, bëhet gati zotri Imeri edhe zotri Haxhiu në fund. I nderuar kryetar, Veseli, të nderuar zoti kryeministër, të nderuar ministra, kolegë deputet dhe gjithë ju të pranishëm. Zoti kryetar, unë flas në cilësitë e deputetit Kuvendit të Kosovës dhe më lejoni që edhe kërkoj mirëkuptimin tuaj për shkak që ka një kohë që e kemi një shkputje nga fjalimet tona në kuvend dhe ndoshta do të zgjatet pak sepse do të përfshihen gjëra që janë mbledhur brenda kësaj periudhe kohore. Unë në radhë parë shpreh shqetësimin tim që jemi në fund, pothuajse në javën e fundit të marsit dhe akoma qeveria e Republikës së Kosovës nuk e ka miratu programin për projekte kapitale, e cila është zotuar me ligjin për buxhet me saktësisht me nenin 10 të ligjit për buxhet. Nën ky i cili është diskutuar mjaft dhe ka qenë një prej kompromiseve tona të cilat ne kemi arritur dhe ne jemi në fund, domethënë veç kemi filluar pjesën e dytë të vitit 6 mujorit të parë dhe ne akoma nuk ka lëvizje dhe diskutime rreth kësaj çështje, ndoshta nuk jemi të njoftuar, por vërtet do duhet që më njëherë pas miratimit buxhetit ky plan të vijë, sepse një pjesë e madhe e kohës shkoi dhe nuk e di se si do të arrijmë në implementimin, sa do të jenë komunitetet tona të kënaqur, në këtë rast edhe komuniteti egjiptian. Dhe ftoj që ta kemi një bashkëpunim në raport me ne, sepse në këtë plan të veprimit, në këtë program do duhet që dëgjohemi edhe ne dhe të jenë konform ato programi do duhet jetë konform nevojave tona dhe çështjeve që ne i kemi para pa. Shqetësimi i dytë është për shkak që ka kaluar një periudhë dhe gjanat janë diskutuar dhe jemi munduar që me ndryshu gjendjen. Unë më duhet publikisht paraqes një shqetësim timin edhe të komunitetit egjiptian, cilin unë e përfaqësoj ndaj Ministrisë së Arsimit dhe ministrit përkatësisht stafit e tij, për shkak që brenda kësaj periudhe kohore ne kemi disa ndoshta mos kuptime ose mos koordinime të veprimeve. Unë fola prej vende për shkak që ta kemi edhe një përballje kështu drejt për drejt dhe ndoshta kishte më qenë mirë që shiqohemi. Brenda kësaj periudhe ka ndodhur një mos paknatësi e komunitetit tonë dhe një mos koordinim jashtëzakonisht i madh mes interesave të komunitetit tonë dhe politikave të ministrisë. Veç po i citoj, kemi dështu në regjistrimin e studentëve të komunitetit egjiptian, kemi dështu ka arritje të vazhdueshme të procesit e praktikës, procesit mësimor, ne kemi reaguar dhe nuk ka veprime konkrete, nuk ka masa stimuluese në raport me ngritjen e nivelit të edukimit të komunitetit egjiptian, të cilat vërtet do duheshin të jenë në interes edhe të shtetit, sepse po të kesh analfabet mbrana vendit tonë, nuk besoj që është interes i dikujt dhe këto masa duhet ndërmeren dhe shiqohen. Kemi disa kërkesa në vazhdimsi që ne takojmë ministrin dhe këshilltarët e tij, kemi fakte që jemi neglizhuar dhe nuk kemi arritur, kemi këto kontakte, në mënyrë që ne t'japim jo të kritikojmë, po t'japim kontributin tonë në raport me interesat tona dhe mendoj që ministri do duhet t'i akcepton dhe të flet me stafin e tij që ne na akcepton, sepse është në interes secilit
që çështjet tona diskutohen dhe niveli i edukimit rritet, sepse secili prej ne e dim se si kemi kalu para viteve 99 në një edukim të errët, edhe nuk duhet që në vitin 2016 edhe ne ta përjetojmë sërish për dytën herë këtë situatë. Jemi në proces ligjit për arsimin e lartë. Është në diskutim edhe në qeveri, edhe këtu po ashtu ftoj që këto dilema, këto probleme që ne i kishim brenda kësaj periudhe të sqarohen edhe me ligjin për arsimin e lartë, që dhe ju zoti ministër ta keni më të lehtë zgjedhjen e problemeve tona, e mos mbesin 25 pjesëtar të komunitetit egjiptian, të cilët më mirë do duheshin të ishin në universitet e jo në rrugë apo të largohen nga Kosova për arsye të humbjes shpresës. Çështja tjetër është dështimi edhe pakënaqësia jashtëzakonisht e madhe e imja dhe komunitetit cilin unë përfaqësoj ndaj Ministrisë të Administratës Publike dhe ministrit Jak Gjellari, i cili është përgjegjës që 2 mandate për menaxhimin e kësaj ministrie, dhe në veçanti për implementimin e nenit 11 ligjit për shërbysit civil, nen i cili ky garanton që duhet të jetë një bilans i të punësorëve në administratë publike për gjitha komunitetet, ndërsa kjo shifër e komunitetit egjiptian ka mbetë e pandryshuar, akoma që 2 vite e kemi gjetë vetëm 14 punësuar dhe sot po flasim pas 2 viteve akoma janë 14, nuk ka lëviz asgjë. Dhe me këtë rast e ftoj edhe ministrin e financave, sepse zakonisht referencat japen tek ministri, sepse ministri i financave duhet me përapa buxhet për lejimin e vendeve të punës. Nuk po du me ba krahasim, por vërtet derisa ka pas mundësi të bëhet për një komunitet caktuar t'ju sistemohen, duke pas parasysh edhe situatën politike rreth 450 vet një komuniteti të caktuar, atëherë pse mos t'jenë edhe 100 ose 50 o atë sa ka mundësi dhe atë sa i plotësojnë kushtet. Unë mendoj që ne kemi pjesëtar të komunitetit cilët janë me nivel përgatitjes edhe i plotësojnë gjitha kushtet që administrata publike. E ftoj zotin kryeministër që të shiqon edhe të bisedon me ministrin e administratës publike edhe të ndërmerr veprime konkrete në raport me implementimin e nenit 11 ligjit për shërbysit civil dhe rregullore 04/2010, rregullore e cila i jap obligim edhe ministrisë që të ndërmerr veprime konkrete në implementimin e atij neni. Çështje tjetër, zoti kryeministër, është kemi edhe ministrin e drejtësisë këtu, komuniteti egjiptian dhe Ashkali, po flas me të drejtë plot sepse i di edhe kemi informata të mjaftueshme, akoma po ballafaqohet me problemin e pengim posedimit dhe uzurpimin e pronave. Unë e di që zgjidhja këtyre problemeve janë gjykatat, por vërtet gjykatat nuk kanë mundësi, e dim në çfarë procesi gjenden dhe sa rasti ka mbetë akoma i pa shtjelluar, por unë mendoj që duhet një rezolut apo një qendrim qeveritar në raport me këtë dukuri. Unë e kam plot në adresimin tim edhe ato se çfarë përfaqësoj plot familje që deklarojnë dhe kanë akoma problem me këtë dukuri. Ndoshta kjo i zhdosh se cilin prej neve t'jap të drejtë dhe e ftoj se cilin prej jush që vërtet kjo dukuri të eliminohet një herë për gjithmonë. As më tepër në kuadrit kësaj dukurie është një dukuri shumë e pahishme për shkak që po detyrohen me i shit pronat e tyre edhe me çmime simbolike, vetëm që ta plotësojnë faktin e kontratës shitblerjes. Kështu që na duhet një politike përbashkët e përgjithshme që kjo dukuri mos jetë në mesin tonë. Kërkoj që komuniteti egjiptian të jetë i përfshim proporcion me numrin e anëtarëve të komunitetit në forcën e sigurisë, në policinë e Kosovës, dogana dhe gardian. Mendoj që është në interes secilit prej neve që të ketë edhe në këto mekanizma, të ketë pjesëtar të mjaftueshëm të komuniteteve tona, dhe aq më tepër edhe ata aktual që janë, që 15 vite pjesa më e madhe tyre ose asnjë nga ata nuk janë ngrit në pozita. Kanë mbetë në pozita fillestare të cilat kanë filluar, e ju dini që ka obligime që secili nga komunitetet brenda kushteve që ata i plotësojnë të kenë edhe pozita të graduara dhe të jenë në për këto vendet që ne na takojnë. Është një dukuri që komunat do duhet që të merren me edhe ministri i infrastrukturës e pahishmes për shkak që nuk e di pse ndodh, por ndodh, është fakt edhe mund të dalë në terren me vërtetu. Pikërisht në zona ku jetojnë komunitetet tona, ndërpritën investimet kapitale, ndërpritën rrugë, ndërpritën ndriçimi, ndërpritet kanalizimi. Po flas me përgjithësi të plotë dhe mund i vërtetojmë gjitha këto fakte. Ndoshta nuk është në domenin e krejt ministrit, po vërtet këto dukuri dhe komuna do t'i kemë parasysh që nëse arrin me i bë 10 kilometra, atëherë edhe 2 kilometra nuk do duhet të ishte dashme, as më tepër në momentin kur fillon vendbanimi i komuniteteve tona. Zoti kryeministër, po ashtu ke marrë premtimin e juaj edhe i kam dorëzuar deponu edhe arsyet tona për largimin e komunitetit egjiptian nga draft strategjia
për integrimin e komuniteteve roma, shkali dhe egjiptian, strategji e cila kjo na ka përcjell vazhdimisht dhe na ka lënë të izolum brenda 3 komuniteteve të cilat kanë qenë parafërsisht njëjta në një pozicion dhe ne kërkojmë largim nga kjo draft strategjia 2016-2020, strategji kjo e cila nëse ne qëndrojmë aty do të qëndron gjendja kjo që është. Ne nuk jemi të interesuar me qëndru atje ku kemi qenë, jemi të interesuar që me qenë të përfaqësuar me të trajtuar barabart me gjitha komunitetet në Kosovë, trajtohemi vetëm bazuar në kushtetutë e Republikës së Kosovës dhe ligjet e aplikueshme dhe mos bëhen dokumente sa për sy e faqe dhe të mbyllën syt edhe donatorëve edhe të njerëzve në Kosovë që për komunitetet është bërë mjaft sepse është krijuar një strategji. Strategjia ka lumë 98% është konsideruar që është e dështuar. Kanë ardhur mjaft fundi, janë ardhur shumë investime në aty në komuniteteve dhe gjendja ka mbetë e pandryshuar. Unë flas për komunitetin egjiptian sepse mbaj këtë drejt, jam i zgjedhur i tyne, edhe unë kam realizuar edhe peticion raport me ta, e kam marrë mendimin e tyne, ata janë të një zëri që egjiptianët largohen nga kjo strategji dhe mos të ekzistojnë fare aty. E para fundit. Ministria për Kthim dhe Komunitete dhe zyra e kryeministit për çështjet e komuniteteve. 2 mekanizma shumë të rëndësishëm me kushtetutë që janë parapo edhe me vullnet politik të qeverisë të kaluar edhe tash edhe këto 2 ministri, këto 2 mekanizma janë shumë të rëndësishëm, quhen të rëndësishme sepse do duhet i mbrojnë interesat e komuniteteve tona, ndërsa vetë fakti i përbërjes këtyre ministrive, edhe vetë fakti i investimeve që bëjnë këto ministri, domethënë bilancin se ku investojnë kjo ministri dhe kjo zyre, tregon mjaft se përkon janë të krijuar me këto ministri. Atëherë ta bëjmë një vendim edhe ta definojmë mandatin e këtyre kësaj ministri edhe zyrës tuaj zoti kryeministër për komunitete, sa janë për komunitete apo janë për komunitetin serb. Nëse janë për komunitetin serb, pajtohem sepse është politikë stimuluese edhe le të veprohet andej. Ndërsa ne mos jemi të përfshim në politika dhe në statistikat e tyre, se ne e kemi një ministri të kthimit dhe komuniteteve dhe në fakt nuk bëhet asgjë dhe urnani cilat janë raportet tona dhe se cilin nga komunitetet tona mund e paraqet arsyen e tyne se janë të kënaqur me këtë ministri. Ju ftoj që ndërmerrni masa tuaja në kuadër të kompetencës tona, cilat janë që definohet mandati i kësaj ministrie. E fundit, shumë e rëndësishme, ne si pjesëtar të komunitetit, jo shumicë në përgjithësi, brenda kësaj periudhe kohore të bllokadës politike kemi qenë në një pozicion, me thënë, jo të nivelit të kënaqshëm, për një arsye, për shkak që do të thonë që ju të komuniteteve nuk keni drejtë dhe nuk duheni të përziheni në çështjet të cilat janë veç shqiptarëve. Unë mendoj që këto deklarime janë jashtëzakonisht ulta dhe vërtet na bajnë mos më uni mirë, për shkak që ky shtet është poshtu joni edhe çdo interes i cili cënohet këtij vendi, ne kemi përgjegjësi dhe deklarohemi që do e mbrojmë. Unë si përfaqësues i këtij komuniteti, pavarësisht që jam në grupin parlamentar Lidhjes Demokratike dhe në qeveri, çdo çështje që e cënon shtetin, shtetësinë dhe qytetarën e Republikës së Kosovës asnjëherë nuk do i bashkangjitna dhe nuk do të përkrahu, por këto duhet të jenë normalisht bazuar dhe janë të vërtetuara. Dhe normalisht ne duhet të jemi të përfshim edhe në këto çështje sepse janë interes edhe demarkacioni, edhe asociacioni, janë interes poshtu tona sepse kjo shtetësia e Kosovës është edhe jona. Unë kërkoj falje zoti kryesues për zgjatjen, po ishte një periudhë shumë e gjatë që ne s'kemi pas mundësi të drejtohemi. Faleminderit shumë. Zotni deputet, duhet ta them që ke fol rrafsh 12 minuta. Tutjes po komentoj, po i lus këta të tjerët që janë që të flasin nga 3 minuta se aq ju thot rregulloria. Abdul Ymeri ka fjalë.